Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, mëshirbërësit, paqja, mirësia dhe begatitë të madhit Allah, qofshin mbi vulën e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, të përzgjedhur e tij në mesin e mbartë të dërguarve, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnik dhe mbartë ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të dashurit e mi, të nderuar shikues dhe ndjekës të kanalit PIS TV, jemi së bashku në varg ciklin e emisioneve Fjala që udhëzon. U ndalëm në javën e kaluar me fjalën e profetit alayhi salatu wassalam, gjithë përfshirëse e dinun nasiha, feja është nasihati, çiltërsia, të qenit i kulluar, të qenit i sinqert. Dhe u ndalëm në pikën e parë dhe të dytë të hadithit ku sahabët e pyesin dhe i thonë: "O i dërguari i Allahut, me kë?" Pra me këtë duhet jem i kulluar. Dhe i profeti alayhi salatu wassalam i përgjigjet me Allahun. Dhe trajtuan pjesën se çfarë do thotë të jesh i çiltër me Allahun, me librin e Allahut, me dërguarin e Allahut, me parin e vendit ose me prisin e muslimanëve dhe me muslimanët mbar. U ndalëm tek 3 pikat e para dhe vazhdojmë sërish, do të jemi sërish sonte me pikën e tretë, pikërisht çiltërsia me të dërguarin e Allahut. Kur krahas dashurisë, dëshirës për ta pasuar të dërguarin e Zotit, përballemi dhe me problematika të ndryshme. Një ndër këto problematika me të cilat është sprovuar bota islame është edhe fakti që shpesh gjen në mesin e masave islame njerëz të cilët dallohen në mesin e shoqërisë ose bëjnë dallim ata vetë në mesin e shoqërisë, jo dallohen, por bëjnë dallim paragjykim, herëherë në çmim për çarje, dhe gjitha kjo në emër të sunetit të profetit alayhi salatu wassalam. Sa e vërtetë është kjo në realitetin e traditës profetike. Normalisht që njerëzit kanë mentalitete të ndryshme, kanë koncepte të ndryshme, jo vetëm për jetën, por dhe për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj dhe shpesh herë ndodh që konceptime për fjalë të ndryshme të profetit alayhi salatu wassalam t'i kenë individuale dhe personale. Kjo nuk përbën asnjë problem për sa kohë ti nuk del në publik me të tilla lëvizje. Pra, se çfarë praktikon në vetmin tënde, sepse kjo është çështje besimi, është e drejtë e jotja, ndërsa paragjykimi, aq më tepër dhe gjykimi dhe vendimet ndaj të tjerëve, kjo është diçka që nuk të takon më ty, janë kompetencat e tjetër kujt. Profeti alayhi salatu wassalam erdhi rahmatan lil alamin, mëshirë për botrat mbar. Dhe pikërisht në komentimin e këtij ajeti kuranor, ku Zoti pra na tregon se ai u dërgua mëshirë për botrat mbar, domethënë komentatorët e Kuranit, mufesirët kanë thënë botën e njerëzve, botën e xhinëve, botën e kafshëve, botën e gjallësave mbar, i ka përfshirë të gjitha botrat ose të gjitha jetesat e ndryshme të gjallësave. Dhe këtë e vrem qartë ku profeti alayhi salatu wassalam ka caktuar dhe metodën se si duhet sillemi dhe me kafshët, krijesat e Zotit, me patjetër. Rregullat se si duhet sillemi me kafshët. Pra, na tregon se një grua, domethënë, do të hyjë në zjarr si pasojë një maceje, të cilën e torturoi, jo vetëm që nuk e ushqeu, por as nuk e la të lirë, domethënë e izoloi, ndoshta edhe e lidhi, që ajo të mos ushqehet, domethënë nga insektet të cilat i ka krijuar Allahu, pra të vetë ushqehet. Pra as nuk e ushqeu, as nuk e la të lirë që ajo të sigurojë ushqimin, të vetë ushqehet. Pra na tregoi domethënë se marrëdhënia me kafshët është një marrëdhënie tepër strikte, duke qenë se nuk e kemi edhe gjuhën e komunikimit, ama ka vendosur domethënë rregulla se si të sillemi. Kur dikë e ka parë që e kishte ngarkuar atë kafshën e tij me më shumë ose me një sasi të shumë, çfarë i tha? Këto janë amanet prej Allahut. Këto janë amanet prej Allahut. Pra vërtet nuk ka mundësi të të ankohet, por të ankohet tek Allahu në ditën e gjykimit. Pra mos i rëndoni me më shumë se sa që shifni që e ka kapacitetin e bardhjes, mënyra e ushqimit e kështu me radhë. Pra me këtë duhet të them që profeti alayhi salatu wasalam ka ardhur si rahme, mëshirë
për mbar botrat, jo vetëm njerëzimin. Ne shpesh themi domethënë mëshirë për njerëzimin. Jo për gjithçka ka ardhur mëshirë. Ndaj në konceptimin e fjalëve të profetit alayhi salatu wassalam nuk duhet të ketë vend për përçarje. Pra gjithse i cili ka të drejtën e konceptimit edhe të veprimit, me patjetër. Ne mund të jemi në një saf në namaz dhe forma e faljes ndryshon konceptimin nga njëri tek tjetri. Po kjo ka qenë në zanafillën e parë deri tek sahabët e profetit alayhi salatu wassalam. Po a ndikoi mënyra e ndryshme, a ndikoi diversiteti i ndryshëm, jo në formën e të besuarit, sepse besimi është po në mënyrën e të praktikuarit. A ndikoi kjo tek shokët e profetit alayhi salam? As pak. Nuk ndikoi. Kur nuk u përçan sahabët e profetit se ky e veprojnë këtë formë apo ky tjetrin këtë formë. Pra e kuptonin shumë mirë pjesën e konceptimit të diçka që ka një konceptim personal. Pra kur profeti alayhi salatu wassalam u tha shokëve të tij që ishin një grup, nisuni dhe mos e falni namazin e ikindis, vetëm se kur të mbërrini tek fisi Beni Quraidha, një fis që kishte rrethuar profetin alayhi salatu wassalam. Një pjesë prej tyre, duke qenë se nuk arritën domethënë kohën e ikindis, pra brenda kohës, një pjesë prej tyre e falën sepse thanë ai profeti alayhi salatu wassalam ka patur për qëllim që të nxitojmë, ndërsa një pjesë tjetër morën pjesën e jashtme të drejtë për drejtë të këtij hadithi duke thënë jo, nëse do të kishte për qëllim këtë, do të kishte thënë që nxitoni. Nuk do të ishte nevoja që ta specifikonte dhe të thonë të mos e falni namazin e ikindis vetëm sa atje, që po na thot, pra në të dyja rastet janë dakord që i fton për të nxituar, por konceptimi i dytë ishte që jo, do ta falni në atë vend, pra nuk do të ndaleni as pak rrugës. Pra, edhe pse vepruan në dy forma të ndryshme, sepse këtu mungon domethënë prisi, se kur është prisi institucioni është ai i cili i ndan këto gjëra, edhe pse vepruan në forma të ndryshme, nuk ishin të përçartë ndëruarit e mi midis njëri tjetrit. Ndaj fjalët e profetit, metodika e profetit është për të na bashkuar. Ne mund të jemi në të njëjtin saf të namazit dhe ndoshta mund të kemi edhe forma të ndryshme se si falemi, ose metodika të ndryshme. Mënyra në dhënien e tekbirit. Dikush nuk i ngren duart kur shkon për në ruku, kur ngrihet nga rukuja, apo kur ngrihet për në rekatin e tretë. Dikush i ngren. Dikush kur shkon për në sejdë, zbret për në sejdë, bjen me duar, me pëllëm, dikush me gjunjë. Për gjitha këto janë konceptimet e ndryshme të haditheve të profetit alayhi salatu wassalam. Në formën e teshahudit, në pjesën e fundit të namazit, dikush e ngren atë gishtin vetëm tek shahadeti, domethënë tek ashhadu an la ilaha illa Allah. Dikush e ngren aty dhe e man vetëm të drejtuar për nga kibla, që në të gjitha rastet domethënë çfarë simbolizon? Simbolizon si ngritjen e duarve, pra drejtimi i gishtit në këtë formë në namaz, pra çfarë simbolizon? Si ngritja e duarve jashtë namazit apo në namaz në kunut. Dikush e lëviz atë gishtin, domethënë e ngren. Në të gjitha këto veprime çfarë janë? Hadithe të ndryshme të profetit alayhi salatu wassalam, të cilat nuk duhet të na përçajnë as pak, por të tregojnë edhe një herë tjetër atë tolerancën e madhe që ka në fenë e Allahut dhe diversiteti. Pra nuk mund të jetë Islami bardhëzi. Islami ka të gjitha ngjyrat. Islami nuk ka diktaturë në vetvete. Nuk ka se duhet ta veprosh në këtë formë dhe pikë. Madje tek profeti alayhi salatu wassalam, domethënë i dërguar i Zotit, pranonte dhe kritikat edhe kur ishin të ashpra. Pra kur i shkon pas përfundimit të betejës së Hunenit, i shkon një person dhe i thot: "Ja Muhammed, i'dil." O Muhammed, i dërguar i Zotit, vendose drejtësinë në vend. Ishte fjala për ndarjen e pasurisë. I thot profeti alayhi salatu wassalam: "E kush mund ta zbatoj drejtësinë nëse unë nuk e zbatoj drejtësinë?" Umeri radiallahu anhu i thot: "O i dërguari i Allahut, lërm të shikoj punën me këtë." Do të thonë që ti flasësh profetit alayhi salatu wassalam në këtë formë, do thotë që ti je një armik i hapur.
Profeti alayhi salatu wasalam i drejtohet Umerit dhe i thotë: "Jo Umer, nuk do të pranojmë domethënë që të thonë të tjerët që ai Muhamedi ndëshkon apo vret shokët e tij. Pra, ishim në një rrugë dhe më pas domethënë në një çast ku nuk u pajtuam në këtë rrugë, ose patëm mendime të ndryshme, qofshim dhe si rastin fjalë, reagon në formë tjetër. Pra nuk e pranoi i dërguari i Zotit. Përse? Sepse në çdo pozicion i dërguari i Zotit është mësuesi i njerëzimit, është model për ne. Është ai modeli të cilin do ta ndjekim edhe kur përcillet se ai mund të jetë ndoshta i nevrikosur. Ndaj të nderuarit e mi, kur bëhet fjalë për të dërguarin e Zotit, për fjalët e të dërguarit të Zotit, për qëndrimet e të dërguarit të Zotit, duhet të kemi parasysh që këto qëndrime, këto fjalë, këto miratime, këto pohime, qoftë dhe këto mohime, në rastet kur ai mohon apo në rastet kur i dërguari i Zotit hesht, janë të gjitha qëndrime, fjalë, miratime dhe pohime që ne duhet të na bashkojnë. Ne jemi të ndryshëm ashtu siç ndryshojmë. Pra mashkull me mashkull, dikush ka një ngjyrë ashtu siç e ka krijuar Allahu, dikush ka një ngjyrë tjetër, dikush është shtat lart, dikush është shtat mesëm, dikush është më i shkurtër, dikush është i dobët, dikush është i shëndoshë, kështu me radhë. Pra ne i pranojmë këto gjëra të cilat kanë lidhje me krijimin e njerëzit dhe nuk pranojmë diversitetin në të menduar apo në fenë e Allahut. Pra kur këto gjëra ti trajtojmë me pranueshmëri dhe respekt, pra ajo që çiltërsia me profetin alayhi salatu wasalam në rastin konkret, pra çfarë nën kupton, të pranojmë metodikën e dërguarit të Zotit si metoda e vetme, e saktë, e drejtë, e cila të shpjen në xhennet, por me konceptime të cilat janë të ndryshme, siç kanë qenë tek dietarët e mëdhenj të ummetit islam, me frymën e pozitivitetit, të pranimit, të tolerancës. Pra tolerancë çfarë do të thotë? Që unë mbaj mendimin tim, të pranoj ty për mendimin që ke, edhe nëse është i ndryshëm, nëse është i kundërt me mendimin tim. Një rregull e ka vendosur Imam Shafiu që ne duhet ta skalisim fort në mendjet tona, por para mendjes duhet ta kthendim fort në zemër dhe në shpirt. Imam Shafiu rahimahullah ka thënë në këtë mënyrën e bashkëpunimit se si të bashkëpunojmë me njëri tjetrin kur e kemi mendimin ndryshe, të ra'yi sawabun yahtamil al-khata wa ra'yu ghayri khata'un yahtamil as-sawab. Mendimi im, konsideratën time, në bindjen time është i saktë, por që edhe përmban, domethënë edhe mund të jetë i gabuar. Mendimi i tjetrit në konsideratën time është i gabuar, por që edhe mund të jetë i saktë. Kur të jetojmë me këtë frymë, ne jetojmë me frymën e pajtueshmërisë. Ajo që ne na bashkon është besimi në Allahun subhanahu wa taala, bazat e përgjithshme të besimit. Dhe duke qenë se na bashkon një kible, na bashkon një Zot, na bashkon një profet, na bashkon një Kur'an, një libër, na bashkon një sunet i profetit alayhi salatu wasalam, lindë e drejta që për arsye të ndryshme, jo arsye interesi personal, por për arsye kulturore, që kultura se si ti e perceptove diçka është ndryshme nga ajo që tjetri ka perceptuar, lind e drejta që të mendosh ndryshe, ndoshta edhe të veprosh ndryshe, ndoshta edhe të praktikosh ndryshe, për sa kohë që kjo tek ty është një besim i dorëzuar totalisht dhe jo interesa personale. Dhe kjo interesa personale kthehet tek gjithse i cili tek vetja dhe nuk na jep të drejtën domethënë të paragjykimit apo etiketimit të tjetrit që e ka bërë këtë ose e ka thënë këtë hoxha se i kanë mbushur xhepin, e ka bërë këtë veprim se i kanë dhënë një favor, e kanë favorizuar me diçka. Jo, në mënyrë kategori, nuk do të pyes Allahu subhanahu wa taala ty se çfarë kanë bërë të tjerët. Ti je i bindur për këtë. Ndaj kemi një ndodhi që përmend shkurtimisht kur dikush shkon dhe pyet Imam Nawawiun rahimahullah rreth një personaliteti të shquar, domethënë në kohën e tij, por dhe më pas Ibn Arabi al-Maliki ose Ibn Arabiu, domethënë ikona e tasawufit modern, pra pas tij, dikush shkon dhe e pyet Imam Nawawiun dhe i thot ç'mendim ka efendiu për këtë personalitet, ku Imam Nawawiu dhe pse nuk e kish njohur personalisht, pra nuk rezulton që ta ketë njohur personalisht,
por janë në kohë shumë të afërt me njëri tjetrin. Aq më tepër domethënë që është Damasku ai që i ka mbledhur me njëri tjetrin. Çfarë është përgjigjur? Është përgjigjur me përgjigjen e dietarit. Kush është përgjigja e dietarit? Përgjigja e dietarit është devotshmëria. Thot i përgjigjet shkurtimisht me një ajet kuranor. Tilke ummetun qad khalat. Ata për të cilët ju po pyesni, domethënë, Zoti flet domethënë për një ummet, për një kom. Është një ummet i cili ka kaluar, ka jetuar para nesh. Laha ma kasabat. Ka marrë atë çfarë ka vepruar. Walakum ma kasabtum. Ju do të merrni atë që do të punoni dhe nuk do t'ju pyes Allahu subhanahu wa taala për atë që ata kanë vepruar. Pra për sa kohë që Allahu subhanahu wa taala nuk do të na pyes, nuk do të na pyes për veprimet, qëndrimet, fjalët e X-it, nuk kemi të drejtën të lëshojmë gjuhën që nuk i shërben vetëm se për çarjes, se e ka bërë për një favor të tillë, për një interes të tillë apo për diçka të tillë. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wassalam kur viziton një zonë të Medinës, se kishte zakon i dërguar i Zotit që shpesh, domethënë në ditë të caktuara, shkonte në zona të caktuara dhe vizitonte xhamitë ndryshme, por në rastin konkret ishte tek shtëpia i dikujt dhe pyet për një person, sepse aty mblidhenin njerëzit e asaj zone që ndronin me pejgamberin alayhi salatu wassalam, trajtonin tematika të ndryshme, shqetësime të ndryshme, e venin në dieni, domethënë për ngjarje të ndryshme që mund të kishin ndodhur, që kishte nevojë domethënë për një sqarim apo edhe për një qendrim dhe një gjykim, dhe kur i dërguar i Zotit pyet për filanin, për një person, dikush hidhet dhe thotë që i dërguar i Zotit, domethënë ai është kështu, ai është ashtu. Jo, thot profeti alayhis salam. Menjëherë, domethënë e ndali këtë sulm të pa justifikuar. Pra ajo që kërkoi ishte që ta justifikojmë tjetrin, të mos flasim aty ku nuk na kërkohet të flasim. Të mos flasim për gjëra që ndoshta vetë Allahu subhanahu wa taala nuk do të na pyes për to. Pra i dërguar i Zotit pyet nëse është filani prezant, ti përgjigju me po ose jo, që nuk është ose nuk ka ardhur. Mos u merr me detajet. Kur të dojë detajet i dërguar i Zotit pyet vetë, kjo duhet ndodhë edhe në jetën tonë. E pyet dikë, domethënë që po ky filani, domethënë, nga është? Ti nuk pyet për aktivitetin e këtij filanit. Dhe nis, domethënë, ai i cili të cilin e ke pyetur, nis dhe të tregon biografinë e tij deri tek gjyshi i 7 i këtij personi. Nuk ishte kjo ajo që pyeta dhe nuk ishte e nevojshme domethënë të flasësh gjëra të cilat nuk t'u kërkuan. Ndaj suneti i profetit alayhis salatu wassalam ka ardhur të na bashkojë, jo të na përçajë në mënyrë kategorike as pak. Mos e shihni njëri tjetrin me nënçmim. Veprimin të cilin e bën për Allahun subhanahu wa taala në shej bindje ndaj Allahut dhe në shej pasimi të rrugës së profetit alayhis salatu wassalam, duhet të bëj më tepër modest, duhet të bëj më tepër shpresues. Dhe dije se gjunahu domethënë të shkakton belat dhe ndër gjunahet më të mëdha është përgojimi, janë thashë themet, janë mbartja e fjalëve, të cilat i djegin të mirat ashtu sikur se djeg zjarri drut e thata. Ndaj të nderuarit e mi, të jesh i sinqert dhe i çiltër pra me profetin alayhis salatu wassalam, do të thotë të jesh një pasues i modelit të dërguarit të Zotit alayhis salatu wassalam, me butësinë, me mençurinë, me qetësinë, me maturinë, me dashurinë që ai kishte për njerëzimin mbar, por dhe për gjithë gjallësat që na rrethojnë. Ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe do të rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit për të trajtuar pjesën e mbetur të kësaj porosie profetike. Të dashur televizionistë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit ku u ndalëm pak tek çiltërsia me të dërguarin e Zotit. Normalisht këto janë tema shumë të gjata. Dhe nëpërmjet këtyre emisioneve nuk synojmë apo nuk kemi për qëllim vetëm se të hedhim pak dritë, pak dritë, të jetë një ftesë dhe asgjë më tepër rreth dashurisë dhe çiltërsisë me të dërguarin e Zotit. E vazhdon i dërguari i Zotit dhe thotë: çiltërsia ose nasihati
me të parin e muslimanëve. Me të parin e muslimanëve çfarë do thotë? Kemi një problematikë, domethënë si njerëz, jo vetëm si shoqëri islame, por si njerëz në përgjithësi, që parin ose ai i cili është në krye e konsiderojmë dhe e shohim gjithmonë si një armik të popullit. Që kjo nuk duhet të jetë reale dhe nuk duhet të jetë e vërtetë. Ata të cilët dalin sidomos me sistemet zgjedhore të cilat janë në kohët tona moderne, dalin pikërisht nga shoqëria. Pra kanë ardhur nga shoqëria. Nëse dikur, domethënë, ishte ajo trashëgimia ku mbretërimi që kishte kaluar ndoshta breza pasohej ky pushtet nga bijtë të cilët mund të mos ishin të aftë për të drejtuar, por mjafton që ishte pjesë e këtij gjakut mbretëror dhe në rastin konkret ishin shumë të largët me shoqërinë. Në sistemet tona këta prijës, këta politikan dalin pikërisht nga shoqëria, nga masa, dhe ose ishin të këqij që në fillim kur ne vendosëm t'i zgjedhim ose t'i përzgjedhim, ose u bën në dyja rastet gishti kthehet sërish nga kush? Nga shoqëria. Ndaj pika e parë, ky koncepti se ata të cilët janë aty në krye nuk janë për gjë tjetër vetëm se për të shtypur për interesat e tyre personal, duhet ta mënjanojmë, duhet ta lëmë mënjan, nuk duhet funksionoj ose duhet punojmë që të mos funksionojnë në këtë formë. Mendimi i mirë duhet të jetë ajo që na paraprim, por mendimi i mirë jo me naivitet, por me vigjilencë. Pra, besimtari duhet të jetë vigjilent, jo naiv. Në çastin kur ne mendojmë mirë për diçka, nuk mendojmë mirë se jemi naiv, por mendojmë mirë se Allahu na ka urdhëruar bi husni dhann që të mendojmë mirë për të tjerët. Mirë, por në të njëjtën kohë të jemi vigjilent. Të mos I japim gjuhës më shumë se ç'i takon. Pra të jesh I çiltër me parinë e vendit do të thotë që edhe nëse nuk zbatohen ligji, në rastin konkret po flasim për ligjin e Zotit subhanahu wa taala, të cilin e ka zgjedhur Zoti si kushtetut për njerëzimin. Edhe nëse nuk zbatohet nga paria, duhet të zbatohet nga shoqëria. Dhe nga këtu nis përmirësimi I një shoqërie, ringritja e një shoqërie. Kur ti në shtëpinë tënde zgjedh të zbatosh ligjin e Allahut, ku edhe nëse të ka lënë hapësira ligji momental I një shteti, I një shoqërie, I një vendi që ti të marrësh diçka me të padrejtë, ti të japësh prioritet kujt? Librit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është pjesë e çiltërsisë me të parin e vendit. Pjesë e çiltërsisë me të parin e vendit është t'ja komunikosh për atë I cili jepet mundësia, t'ja komunikosh gjërat ashtu siç janë. Të mos I servilosesh askujt. Ta thuash të vërtetën ashtu siç ajo është, por duke zgjedhur momentin e duhur, duke zgjedhur dhe fjalët e duhura. Se shpesh herë ajo e vërteta ose jo rrallë herë, por në të shumtën e rasteve ajo e vërteta është e hidhur, e vërteta domethënë të bën të lëngosh. Ama në fund fare ajo është e vërteta ajo e cila triumfon. Ndaj dhe shpesh herë këta njerëz të cilët dalin nga kjo shoqëri kanë nevojë që dikush t'i nxjisë për të reflektuar. Ka nevojë që dikush t'i nxjisë për të shikuar rreth tyre. Jo thjesht të mbyllen ato zyrat e tyre në ato takimet zyrtare dhe vetëm kaq, por që dikush t'ia përcjelli përtej kësaj. Zullumi I tyre, padrejtësia që mund shkaktohet lart, do të na përfshijë të gjithëve. Ashtu siç profeti alayhis salam, sepse ne të gjithë së bashku domethënë jemi në këtë anije që lundrojmë në këtë botë. Ashtu siç profeti alayhis salam domethënë na komunikon dhe na tregon se shembulli I prijësisë, ata të cilët janë lart, dhe shembulli I popullatës është si shembulli I një grupi njerëzish të cilët kanë zgjedhur të ngjiten ose do të lundrojnë së bashku në një anije, se ndoshta njeriu, jo ndoshta, por njeriu nuk e ka zgjedhur ardhin e tij në këtë botë. Ama ne jemi këtu dhe do të vazhdojmë që të gjithë së bashku të lundrojmë në këtë detin e jetës. Shembulli I këtyre njerëzve thotë është si shembulli atyre të cilët janë ngjitur në një anije për të lundruar në det. Disave u ka rënë, ndoshta fati, ndoshta përgjegjësia, që të jenë lart.
në pjesën e lartme, domethënë drejtues, dhe të tjerëve u ka rënë të jenë në katin e poshtëm, popull. Ama dhe këto drejtuesit nëse nuk do të kenë këto popullin, kë do të drejtojnë? Do të drejtojnë bubërrecat? Normalisht që janë drejtues kur kanë një popull, se në të kundër domethënë çfarë do u vlente territori i një vendi nëse nuk do të ketë aty njerëz, popullat. Dhe këta drejtuesit të cilët janë lart, pra thot profeti alayhis salam, kur kanë pa drejtësi tani, dhe i ndalojnë që këta të cilët janë poshtë të ngjiten në pjesën e lartme për të mbushur ujë, pra të plotësojnë nevojat e tyre. Kur i ndalojnë, pra zullumi, pa drejtësia, këta të cilët janë poshtë zgjedhin që për të plotësuar nevojat e tyre të shkallmojnë një pjesë të anijes në pjesën e poshtme për të mbushur ujë, ndoshta për plotësuar nevojat e tyre. Nëse këta që janë lart do ta lejojnë diçka të tillë, thotë do të fundoset anija me të gjithë. Do të fundoset anija me të gjithë. Pra, kur zullumi i këtyre që janë lart, që kanë në dorë ndoshta të zbatojnë drejtsinë të paktën, të zbatojnë drejtsinë e kanë në dorë, kur padrejtësia e këtyre arrin maksimumin që njerëzit detyrohen të kenë zgjedhje të tyre personale, dhe për shkak të padrejtësisë së tyre përfundojnë në këto zgjedhjet e tyre personale dhe këto e lejojnë diçka të tillë, do të fundosen që të gjithë. Pra edhe padrejtësia e tyre që janë lart, edhe zgjedhjet e gabuara të këtyre të cilët janë poshtë, fundosin shoqëritë. Ndaj çiltërsia me të parin jo për atë që ai është apo ideali i kujt është, apo përgatitjen që ai ka, po për autoritetin e këtij posti që ai ka dhe të përgjegjësia kaq të madhe që ka marrë mbi supe, ti gjendemi në krah. Kur është mundësia, e kemi obligim të ndihmojmë, asesi ta tradhtojmë, të bashkëpunojmë në të mira, pa ju servilosur kujt, pa shitur amanetin e Allahut për interesa meskine të kësaj jete. Në atë çast jemi të çiltër domethënë me parin dhe e plotson profeti alayhis salatu wassalam ose finalizon këtë hadith të tij, këtë porosi të tij duke thënë wa immatul muslimin wa ammatihim, dhe me muslimanët mbar. Pra kur mësohemi që të jemi të çiltër me Allahun, me librin e Allahut, me të dërguarin e Allahut, me të parin e vendit dhe me veten mbi të gjitha, se duhet të jesh i çiltër me veten, nuk e ke problem që të jesh i çiltër dhe me të tjerët, me mbar muslimanët. Po me jo muslimanët, me të gjithë nderuarit e mi, po kur i dërguari i Zotit e kufizon, domethënë dhe thot me muslimanët mbar, tregon domethënë sepse muslimanët janë një familje. A do të thotë që kur ti punon për familjen tënde, duhet të rrënosh familjen e tjetrit? Në mënyrë absolute jo. Por familja jote ty të mëson se si ti jesh më i përgjegjshëm. Ty të mëson se si ti jesh më i edukuar, ty të mëson se si ti jesh më i mirë. Dhe kur ti në familje je i edukuar, pra nëse ti ke fëmijën tënd tani, e mirë edukon, në familje përhapet vetëm edukata, e mirë aty. Po si kemi thënë, domethënë këtij fëmijë, kemi thënë që shikoj që sa ti jesh brenda familjes, ti jesh në këtë formë, po kur del nga shtëpia ose nga familja jote sillu si duash? Jo, përkundrazi. Por ne e kemi edukuar që në këtë gjirin familjar të jetë në këtë formë, që edhe kur dalin nga gjiri i familjes, të jetë i tillë, madje të jetë akoma dhe më i mirë se ç'është në familje. Ndaj, kur thotë që të jesh i çiltër dhe me muslimanët mbar, me të gjithë njerëzit, me të gjithë gjallësat e Zotit, të jesh i çiltër, të jesh njeriu, domethënë, pra kur themi ne domethënë të jesh mikpritës. A kemi thënë se duhet të jesh mikpritës vetëm në një kategori të caktuar? Kur themi që feja e Allahut subhanahu wa taala na e kërkon që të jemi në ndihmë nevojtarit, pa dallim race, pa dallim përkatësie kombëtare apo fetare. Është nevojtar apo nuk është nevojtar? Nëse ka nevojë për ndihmën tonë, ti gjendemi pranë. Nëse ka nevojë për strehimin tonë, ti gjendemi pranë. Nëse ka nevojë për orientimin tonë, ti gjendemi pranë. Pra dikush ndalon rrugë dhe të pyet, supozojmë se nga është rruga për të shkuar në filan qytet. Ti nuk merresh ta pyesësh se ti nga vjen, ti nga je, ti kujt i përket, por ti menjëherë i jep orientimin e duhur. Pra, muslimani i nderuar im, në çdo situatë duhet të jetë si ilaçi
për smundjen. Personi i cili nuk ka sinqeritet, nuk ka asgjë, nuk gëzon asgjë. Ndaj të lutem ty i madhnueshmi Allah na bëj të sinqert, na bëj të çiltër, na bëj të dashur, na bëj idealet për të jetuar me besim në këtë fe. Na bëj të çiltër o Zot me madhninë tënde, me librin tënd. Na lidh zemrën pas librit tënd. Bëj atë Kur'anin kushtetuta vendimtare për zemrat tona. Bëj atë si pranvera për kohën që është ndër stinët më të bukura. Na mundso Zot të kemi dashuri për librin tënd. Na dhuro Zot dashuri për profetin tënd dhe dashurinë e gjithë atyre të cilët e duan dhe kanë dashuri për profetin tënd. Na bashko Zot me të në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Bëj atë drejtuesin dhe komandantin dhe drejtuesin ton në jetën e kësaj bote. Bëj atë prisin ton në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Të nderuar televizikues, me këtë lutje e mbyll dhe miru takofshim në javën e ardhshme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.